Që në fakt mund t'i ngjaj, por mund edhe mos t'i ngjaj, mund të jetë thjesht një koincidencë e madhe që mund t'i ngjaj një gjuhë ose mos t'i ngjaj fare. Shiko, unë i referohem një fenomeni si Dalipaj, prandaj kam quajtur edhe fenomeni Dalipaj në bisedat tona, domethënë për të vetmin fakt sepse shiko, unë nuk jam gjuhëtar, domethënë po kur vjen te puna për zgjidhje problemesh edhe për projektime, domethënë fundi inxhinier mi pagojnë për të gjetur zgjidhje, domethënë edhe në një lidhje racionale, domethënë. Është interesante që ti e fut inxhinierin kudo që ti intereson. Ma kam vënë shumë veta, ju premtoj që do vazhdoj ta bëj akoma, kështu që mos u ankoni kot. Është pjesë e shakut. Edhe ideja është se si e mendoj unë sot e mi, domethënë, nëse çdo gjë që zoti Dalipaj, domethënë, sot edhe predikon, probabiliteti matematikor që të jetë vetëm Dalipaj që e bën këtë gjë është zakonisht shumë i vogël. Ke parasysh, do të kishte minimumi, do ishte dikush në Amerikë, do ishte